Gjithashtu të ndërrozë për shkak se në varë këna më pyet për te. Na besojmë se vdekja nuk është fundi. Vdekja është një kalim nga një mënyrë e jetuarit në mënyrë tjetër të jetuarit. Që kjo vdekja? Kemi jetuar mbi sipërfaqen e tokës me përgjegjësi të caktuara, me mision të caktuar, me obligime të caktuara, me detyra të caktuara, dhe gjitha këto marrin fund dikur. Jeta e njeriu ka fund, njeriu përfundon dikur. Mirë, kur vdes njeriu, del shpirti, çfarë ndodh me të? Na besojmë bindshëm se njeriu nuk shkatërrohet tërësisht. Po trupi i tij bëhet pjesë e dheut. Mishin e hajnë, domethënë insektet e tokës, mbetet vetëm ashti i tij. Dhe shumica nga ky asht, nga kjo strukturë, eshtrash edhe kjo shkatërrohet, mbetet pak nga njeriu. Mirë, po na besojmë bindshëm se Allahu ka më ringjall njeriu. E ka krijuar nga asgjëja. S'ka qenë fare Allah e ka krijuar. E ka krijuar nga një pikë uji. E si nuk e ngjall pastaj? Padyshim që Allah ka mundësi me ngjall dhe ai e din kur e bën këtë. E në varr jeton shpirti i njeriu në esencë. Çka ndodh me të? Çfarë bëhet atje? Edhe për to kemi udhëzime. Ku i marrim të udhëzime? Te Muhamedi alayhi sallam. Nga që ne ka mësuar dërguari alayhi sallam të ndërrozë është se njeri kur vdes dhe të vendoset në varrin e tij dhe largohen anëtarët e familjes prej tij, vijnë dy melek te koka e tij dhe e pyesin. Kjo nuk është imagjinat, kjo nuk është tryllim, kjo është realitet, kjo është e vërtetë që secili për njerëzve ka mu përballë me këtë, sa do se nesër. Dhe këto tri pyetje janë vendimtare për rrugtimin e matutjeshëm, në shpëtim apo në humbje e dështim, në siguri apo në trishtim, frikë dhe pasiguri. A ne këto tri pyetje janë të rëndësishme, për ne janë jetike, do domosdoshmë marr me to. Se janë qendrore për jetën tonë, të kësaj dunjaje, të varrit, të ringjalljes dhe për gjitha fazat e rrugtimit tonë deri në takim Allahun te barekutaala. Pyetja e parë është kush ka qenë Zoti yt? Në kanë ke besuti, kanë ke adhuruti. Adhurimi është çështje e rëndësishme. Pyetja e dytë, feja jote. Me çfarë rregullash ke jetuti? Dhe pyetja e tretë përmbyllse, vulja, ky njeri që kemi dërguar kush është? Çka din ti për Muhamedit alayhi salatu wasallam? Çka din? I dërguari i Allah, tjetër çka din për të? Do kimu u pyet për jetën e tij, jo për detajet normal. Po për stacionet kryesore kimu u pyet, çka din për të? A din ku e dërgu? A din çfarë kanë qenë mësimet e tij kryesore? Stacionet kryesore të jetës së tij, që do të flasë për to, a i din këtu? A ne mësojmë për pejgamberin që ta garantojmë besimin e duhur, veprat pranuara, një jetë mirë, cilësore në këtë dunjë, po një shpëtim të sigurt në varrin tonë. Kur pyetemi për pejgamberin alayhissalam, na kena mordije, na kena dëgjuar për këtë njeri. Dhe jo vetëm që dim emrin e tij dhe prejardhën, po ne dim shumë më tepër se kaq për të. Dhe sa më tepër që dim për pejgamberin alayhissalam, më tepër sigurojmë edhe besim për Allahun, edhe për Islamin, edhe për të dhënë përgjigje të duhura, të kompletuara, të sakta në natën e varrit ku të gjithë kena me u ballafaqur me të. Për këtë mësojmë për pejgamberin son. Andaj është e mjaftueshme kjo? Patyshim se po. Patyshim se po. Të ndërrozë nuk ka shpëtim as në dunjë, as në varr, as në ahiret përveç përmes rrugës së pejgamberit alayhis salam. S'ka tjetër. Dhe kjo është evoluosur, kjo ka marrë fund. Kështu ka gjykuar Zoti i gjithësisë, i qiellit dhe i tokës. Allahu te barekuta ala.